Prej rreth 2 muajsh është e bllokuar në shtëpi dhe ka të pamundur të shkojë për një vizitë mjekësore. Vera Peto është prej vitesh në karrike me rrota, por gjendja e degraduar e rrugës ja pamundson dalje nga banesa. Unë ja ngellën e karrocët, jam pa këmbë, nuk vete do të vizitojmë se nuk ka shumë karroca, ngellet në paltë. Kërkoj të rregullohet rruga, të shtrohet, të asfaltohet, të dalë të vete në doktorit. Për bashkëshortin e Verës, shqetësimi kryesor mbetet pikërisht rruga e pa asfaltuar dhe kanalizime. Unë që kam grënë të morë, unë e ndjej më shumë se s'kalon dot, ajo mërzitet, duhet ta ndjesh nga njerë. Ka 2 muaj se kam ndjerë unë fare aty. Si rruga Konstantin Simaku, ka dhe shumë akse të tjera dytësore në zonën e Ish-Kënetës. E njëjta situatë paraqitet dhe në rrugën Zev Serembe. Mungesa e infrastrukturës rrugore është për banorët shkaktari kryesor i përmbytjeve që janë të shpeshta në këtë zonë. Po të ishte rruga e rregulluar, të ishte bërë kanalizime 2 kratë rrugës, edhe pucetat ishin pastruara, dhe problemi kryesor se nuk ja pastruan pucetat. Bllokimi i kanaleve edhe papastrimi i tyre arrin deri këtu sa përmbytem shpejt. Në buxhetin e këtij viti, bashkia ka planifikuar një fond 165 milion lek për rehabilitimin e rrugëve dytësore në zonën e Durrësit të Ri, siç edhe deklaroi kryetaria e bashkisë gjatë prezantimit në Këshillin Bashkiak. Një projekt tjetër shumë i rëndësishëm është rehabilitimi i rrugëve dytësore në zonën e Durrësit të Ri. Ne në 2024 aplikuam me një fond në Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe kemi bërë rreth 52 rrugë sekondare të cilat filluan më në veri të zonës së Durrësit të Ri apo Ish-Kënetës dhe këtë projekt këtë vit do ta shtrim edhe me buxhetin tonë sepse vlerësuam që kishte një nevojë shumë të lartë nga komuniteti në zonë. Durrës Lajm mëson nga burime zyrtare nga bashkia se rehabilitimi do të prek 2 blloqe banimi në Ish-Kënet, të kufizuara nga rrugët Sulejman Pitarka, Bishkamza dhe Tasim Kolliçi.